Një dokument i ri diplomatik i hartuar nga presidenti Amerikan Donald Trump, i përbër nga 21 pika, synon t'i jap fund luftës 2 vjeçare në Gaza. Sipas mediave izraelite dhe ndërkombëtare, plani është prezantuar para kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe liderëve arab, duke parashikuar një armpushim të menjëhershëm dhe një administratë të përkohshme për territorin palestinez. Nëse palët bien dakord, lufta ndalon menjëherë dhe forcat izraelite tërhiqen gradualisht nga Gaza. Brenda 48 oreve, pengjet e mbetura gjallë dhe trupat e viktimave do të kthehen te familjet e tyre, ndërsa Izraeli do të lirojë qindra të burgosur palestinez, përfshirë mbi 1000 persona të arrestuar pas tetorit 2023. Një pikë kyçe e planit është përjashtimi i Hamasit nga pushteti. Antarëve të tij u ofrohet amnisti nëse heqin dorë nga dhuna, ndërsa atyre që zgjedhin largimin u garantohet kalimi i sigurt. Plani propozon një administratë tranzitore teknokratësh palestinez, e mbështetur nga një strukturë ndërkombëtare, e ngritur nga SBA me partner arab dhe europian. Siguria në territor do të garantohet nga një forcë ndërkombëtare stabilizimi, e cila do të trajnojë një polici vendore. Dokumenti përfshin korridore humanitare dhe futje me 600 kamioneve ndihma në ditë të shpërndara nga OKB dhe organizata të pavarura. Gjithashtu parashikohet një fond rindërtimi me një buxhet fillestar prej $90 milion në vitin e parë, duke synuar krijimin e zonave ekonomike dhe vendeve të reja të punës. Megjithse plani shihet si ambicioz, mungon një afat i qartë për kalimin e kontrollit tek autoriteti palestinez, i cili është kundërshtuar nga Izraeli. Nga ana tjetër, Hamasi thot se nuk ka marrë asnjë propozim zyrtar, ndërsa Netanyahu ka shprehur miratim në parim, por me rezervate të zakonshme. Plani është prezantuar edhe gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York, ku vendet si Egjipti, Katari, Arabia Saudite dhe Turqia e kanë dëgjuar me kujdes. Megjithatë, mungesa e përfaqësimit palestinez dhe paqartësitë mbi zbatimin praktik mbeten pengesa kryesore për suksesin e tij.